Familjarët e të miturit i cili dyshohet të jetë vrarë dje nga ana e rojës së fabrikës Alumina, sot kanë shprehur revoltën e tyre për vrasjen e djalit të tyre. Vllau i të ndjerit Ali Beqiri, Imran Beqiri, i cili ka qenë i pranishëm në momentin e vrasjes, thot se roja ka shtën me armë nga një largësi deri 5 metra dhe vllau i tij është vrarë me 3 plumba pa ndonjë paralajmërim. Alia këtë okupat të shlaka. Era kur del çuvari dritë e krejs. Era Alia pejkan vend. Era unë kur shkova atë kom za tek Alia vdeket. E morëm me motor, e pronëm me motor kur e bin shpejt e dorat e maja Alia ka vdek. Në 4 metra që shakën gat. Shumë gat këtë çuvari. Era ato kanë 3 veta. Rabotniki, çuvari, er 2 veta kera kanë. Kur nisën hiç nuk na tha. Dritë të çiti pistollin dritë krejsi. Dritë krejsi pas vllajstem. Era kur e marr vllajin tim i vdek atë. Ndërsa vllau i madh Ismet Beqiri thotë se nga spitali është marrë sot dhe në trupin e tij është kryer obduksion. Ajeti thotë se si familje këtë rast do ta çojnë deri në fund, deri në zbardhjen e plotë të rastit. Kur shkuam ne ta marrim, shkoi djali me gjestime e mur, xhela e mur, mbrapa e mur Ajeti e Norkoni kim. Di vllazni janë djali me gjestime, ka kanë gjë, kishin marrë, kishin pranë këta shpaj. Kur e pranon shpaj këta, kur e pam ne se është i çepat. E në plagam është në krej, këta gjak, qepët është. Vllajin më kanë vrarë me 3 pluma. Një është e pinkra, ka përcena për gjikë se në zemër e ka kap. Ere ka presh damarin e zemrës, ere një është i nkreje. 3 pluma, ere do qaura i ka gjithë policia pa kres, të pluma të vendi ku kanë kopat. Ajo është e deponi është, ajo e për loko, në ko fabrik brenda, a i s'ka pa dritë fëmijën të vrase. Që ajo është e pimu. Më kujtuje se me të shatë ka përcije, si duhet dhe qena ma gjatë të shenë. Si merë masa këta policia jonë, gjigji jonë dhe qena ma larkë, nëse duhet dhe qena një fund. Sipas familjarëve, viktima ka qenë duke grupuar për të gjetur hekur dhe pa ndonjë paralajmërim është vrarë nga roja e Luminës, ndërsa në momentin e vrasjes, roja ka qenë i shoqëruar dhe nga 2 persona të tjerë, ndërsa i ndjeri me një shok dhe vllaun Imranin. Burime zyrtare të sektorit të punëve të brendshme bëjnë të ditur se 14 vjeçari Ali Beqiri, i nacionalitetit rom, ka qenë duke lëvizur në pronën e fabrikës Alumina, ndërkohë që roja ka gjuajtur me një pistolet 7.65 mm nga një distancë prej 50 metra dhe ka lënë për vdekje të miturin.